Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Një mesazh për ju që shfalkon apo shqiponja të dashur. Shqiponja është simboli i qartësisë mendore, zgjuarësisë, strategjisë dhe aftësisë për të parë përtej sipërfaqes. Kjo letër të kujton se nuk je vetëm pjesë e rrjedhës, je vëzhguese, një udhëheqëse që ka aftësinë për të parë nga larg dhe të kuptoj më shumë se shumica të dashur Bricjapër. Tani ua kam pak zili. Nëse je duke nuk e ndjerë e bllokuar, e paqartë ose në një situatë që të lodh, çfarëdo që është duke ndodhur, kjo letër të thotë ndalu së parë brenda mjegullës, je duke kërkuar në vendat e gabuara, ngritu, largohu pak nga kjo emocion, nga kjo situatë fizikisht, por jo me mendje, ngritu, pra shiko më gjerë, vizioni yt është aty, përgjigjja është aty, por duhet të shohësh nga një largësi apo lartësi tjetër. Shqiponja të fton të marrësh kontrollin, të planifikosh, të analizosh me mendje të kthjellët dhe pastaj të veprosh me besim. Është koha për veprim të qartë, jo hamendësime, sikur po dyshoni, po hamendsoni në gjërat që dëshironi të bëni. Por duke mos e parë që përgjigjja është aty. Mos harroni që nuk jeni thjesht një vizionar, mos e ul veten në kaosin e ditës, sa këtu është bllokuar një gjë dhe të mendoni që ka mbaruar çdo gjë. Absolutisht jo. Qëndro lartë, shiko qartë dhe pastaj fluturo drejt asaj që është vërtet për ty. Do thotë kur jemi të qetë, ta them kështu, dhe largohemi pak të shikojmë nga gjitha anët të gjërat, i shikojmë shumë më qartë. Dhe aty e gjejmë përgjigjen tonë në çfarëdo lloj bllokimi që mund të jeni tani, të dashur Bricjapër. Besojeni, përgjigjja është aty.